Ti fole me Metën apo jeni që nuk flisni me? Jo, unë nuk flas me zotin Meta. As në kushtet të tilla kur i aty? Fare, unë kam zero komunikimin me të dhe do ta kem zero komunikimin. S'keni asnjë kontakt? Unë flas vetëm në proces gjyqësor për të bërë mbrojtjen time. Normalisht është e vërtetë që ajo që tha edhe avokati zotit Meta, që zoti Meta ka marrë vetëm fashikujt që përfshihen vetëm për çështjen Çesdia, sepse edhe çështja Çesdia është vetëm me artikuj gazete, nuk ka asnjë provë dhe asnjë gjë, dhe gjithë pjesa tjetër është e gjithë marrëdhënia ime familjare me maman time, me gjithë gjërat, veprimet e mia që kam bërë, të cilat pretendojnë që janë, po themi, në bashkëpunim me zotin Meta. Pra, kur unë kam bërë operacionin, po themi që kam hequr mitrën në 2019 dhe kam paguar 5.000 euro cash për operacionin, nuk i kam deklaruar, quhet bashkëpunimi Ilir Meta me mua në këtë vepër penale. Pra, ka ca absurditete që për hir të vërtetës janë qesharake, por edhe historia e Kafazit, ajo që është e vërtet, është normale sepse zoti Meta e ka të nevojshme me avokatin, sepse ata ka shumë komunikime, sepse përsa i përket çështjes Çesdia, ai është një nga personat që disi të shdi unë gjithë çështjet e mia, problemet e mia që kam në dosje, pra kam gjithë memorien. Dhe është shumë e vështirë sepse përveç se nuk dëgjohet dhe është një xham prej 10 centimetrash i trash, është edhe e vështirë në komunikim apo edhe në 10 centimetra se mos haratishet, Jo, është i blinduar nëse qellohet me armë atje brenda nuk. Është i blinduar. Është i blinduar, po. Kafazi është i blinduar. Shumë i trash 8 centimetra dhe i blinduar. Shiko, problemi qëndron që ne Monika, dhe brenda Kafazit në policë, përveç se është blinduar. Për sistemin e drejtësisë, i cili vetëm drejtësi nuk do të bëhet, po do të lëçojë. Monika, një pyetje kam. E përmende këtë pjesën familjare të dosjes që mund bëni përshtypje, se prokurori përveç që duhet të ngrit një akt akuzë, duhet t'i njohë dhe rrethana sociale dhe mënyrën se si keni jetuar ti dhe Iliri. Me qenë se ju njohë të dyve gjatë dhe mirë, si është e mundur që një prokuror gjykon se ti nuk e ke pas pavarësinë tuaj për veprime vetanake? Se për gjykimin tim, nëse opinioni së paku, atë që ju nje juve, ju nje si njeri krejtësisht i pavarur për vendime edhe politike, edhe personale. Edhe personale, po. Për çështjet të cilat akuzohet. Si është e mundur që për gjëra të tilla, për operacione ose për gjëra të tilla, ju lidhen bashkë me Ilirin, se kjo s'ka kuptim pastaj edhe si narracion, si rrëfim. Çështja që të jemi të sinqertë. Çështja ka filluar që në shkurt të 2018-s dhe po ta shikoni është historia kur fillon ndërtimi i SPAK-ut. Dhe me një zell të madh e ka marrë Altin Dumani çështjen e padis që ka bërë Romeo Karaj në atë kohë, duke thënë që unë do ta çoj në burg Ilir Metën, më zgjidhni mua kryetar të SPAK-ut. Dhe para se kur është zgjedhur për herë të parë, se është zgjedhur Arben Kraja për herë të parë, e mbani mend fotografia e famshme që qarkulloi ke hotel butik që është në blok, pra që fotografia e Altin Dumanit me Ulsi Manjën, ku Ulsi Manja ishte antar i komisionit dhe ishte personi që merreshte me vetikun dhe me zgjedhjet që kontrollonte KLP-n, sepse ishte një nga njerëzit më të besuar të Edi Ramës në atë kohë, ku i kishte premtuar, që se mbani mend ti për Manal, ishte premtuar Altin Dumanit për të bërë kryetari i SPAK-ut. Dhe çështjen e dosjen e Çesdias, Altin Dumani e ka marrë me një zell komunist, sepse pretendonte që të merrte mandatin e parë të SPAK-ut. Ndërkohë u zgjodh Arben Kraja, dhe pavarësisht nga kjo, po të shikojmë zelli dhe arrestimi i Ilir Metës ka filluar në mars të 2023-shit, masi Altin Dumani filloi një proces për të cilin do t'i duheshte një verifikim i gjithë veprimtarisë vet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ju e dini që në atë kohë Monika, unë e di këtë rrëfim. Dëgjoni një sekond. Ishte një nga drejtuesit kryesore në Departament të Shtetit. Dhe arrestimi i Ilir Metës, sigurisht dhe arrestimi i Sali Berishës, kanë ardhur si një premtim që i është bërë Yuri Kim. Dhe Yuri Kim
i ka kërkuar këto dy si rezultate, sepse i është dash për të paraqitur një CV të vetën, përsa i përket reformës në drejtësi, duke menduar që në administratën e re të Trumpit po vendoste dy njerëz të cilët ishin anti-amerikan e tjerë, siç kanë qenë me këto, e dini ju me ato emailët e tyre të famshme që qarkullonin në mënyrë të caktuar. Dhe me njërë mbas arrestimit të Ilir Metës, Juri Kim ka marrë dhe ka dekoruar Altin Dumanin me atë certifikatën e famshme të Antony Blinken. Mbasi Antony Blinken u shpall mbas 3 javësh non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga qeveria e re Trump, mbasi Trumpi vajti menjëherë në presidencë, u arrestua dhe Erion Veliaj. Pse? Për të pasur që u kam arrestuar një anti-Soros dhe një pro-Soros. Por nuk është problemi këtu. Problemi është në situata e sotshme. Kjo është analizë. Kjo është analizë, por problemi është që ti nuk ke një proces gjyqësor të drejtë dhe të barabartë. Se po të hyjmë në provat dhe në fakte që ka, ju do shikoni aty që mesazh që mua më akuzon që kam bërë korrupsion është pse kam kërkuar të porosis një shtëpi, kam shkuar kam parë në korrik shtëpinë, kanë edhe mesazhe që kam komunikuar me njerëzit që më thonë mos e merr se nuk është gjë, nuk është për ty, dhe në shtatore kam anulluar shtëpinë. Dhe më thot mua, pse nuk e ke deklaruar ti në këtë deklarim? E para njerëz kam çfarë deklaron, se e kam bërë porosim me telefon dhe se kam bërë me letër. E dyta, ti më akuzon mua që ligji i minjerave që ti ke kaluar e ke marrë si premtim shtëpinë për këtë ligj. Ndërkohë që ligjin e ka propozuar Edi Rama, e ka hartuar Damian Gjiknuri, e ka miratuar në komision Eduard Shalci me Namik Koknikun që ka qenë relator, edhe unë deputete. Dhe ligji s'ka lidhje fare me biznesin që pretendojnë ata që pas ka përfituar. Ligji ka të bëjë me sigurimin e jetës të punës, të minatorëve. Ka përfituar sigurimin e jetës 2000 minatorë. Kush është korrupsioni këtu? Shtëpia a është marrë? Jo. Ligji është vendim kolegjial. Çfarë korrupsioni ka bërë Ilir Meta se është 1 nga 72 votat. Dhe ti më akuzon mua për këtë ligj që kam bërë korrupsion. Kur ti nuk thret kryesorët e hakimit ligjit, se mirë pas ka bërë korrupsionin, pas ka dhënë për çdo deputet në parlament kompanitë e minjerave nga një vil. Po Edi Rama çfarë vile ka marrë? Po Damian Gjiknuri çfarë vile ka? Se këta kanë hartu ligjin. Unë shtëpinë e kam porosit në 2 qershor. Edhe njerë po kthem, Monika. Ky narracion që e kam dëgjuar, Monika, e ke pas disa herë. Prandaj po them. Konkretizoje. Edhe që nuk e nxjerrin Metën nga kafazi. Apo jo, se gjithë janë marrë me pamjen e jashtme të Metës. Meta ka pamjen një të burgosur i politik o zotri. Unë do isha shqetësuar çfarë do thonte Meta. Kur e dëgjova fjalimin e Metës në sallë, ishte në rregull, Meta ishte pushk sot. Dhe është pushk për këtë sistem drejtësie, i cili edhe sot po të shkojnë një gazetar, kërkojnë intervistë me Metën, drejtori i burgjeve thot janë sekret shtetëror, a këptoti burgjet quhen sekret shtetëror. Çfarë ka ndodhur? Portugezi vrasësi me pagesë del në ajrosje 2 orë në ditë, Ilir Meta më thon fëmijët e nxjerrin 20 minuta, edhe kush ka diell. Pra, ka një gjë, apo tentojnë për ta çbër Ilir Metën, po patjetër që po tentojnë, sepse rëndësia është që largimi i Ilir Metës nga politika dhe çmitizimin e tij duke menduar që duke intimiduar, normal që do kesh një opozit, ku sot opozitarizmi për fatin tonë të keq është bërë biznesin më fitin prurës, sepse ti sot ke deputetët më të pasur i ke në opozit, të cilët kanë përfitimet më të mëdha, dhe kjo është një nga problemet. Ke një opozit e cila kënaqet me një ish president, ish kryeminist që mund të jetë aleati i opozitës, që rinë burg, sepse thot duke mbajtur Ilir Metën burg, nuk na vjen në radhan e tjerë të kjo opozita. Ata nuk me tani dhe kjo duket pak. Duket pak fakti që... Po patjetër që nuk rrezikojnë, sepse mjafton të shikosh reagimet e shturas i e pranojnë këtë gjendje.